e nevojshme detyrohemi për zgjedhjen e kryetarit të kuvendit të përsërisim procedurën. Mbështetur në nenin 67 paragrafi 2 të Kushtetutës së Republikës së Kosovës dhe në nenin 11 të rregullorës së kuvendit, kryetari i kuvendit propozohet nga subjekti më i madh parlamentar. Andaj, në bazë të nenit 67 paragrafi 2 Kushtetutës së Republikës së Kosovës dhe në aktgjykimin e gjykatës kushtetuese të datës 26 gusht 2014, subjekti parlamentar me numrin më të madh të deputetëve i dal nga zgjedhjet e mbajtura më 9 shkurt 2025 është lëvizja vendosje që ka të drejtën për ta propozuar kandidatin për kryetar të kuvendit. Ju njoftoj se kryetari i kuvendit zgjidhet me shumicën e votave të gjithë deputetëve të kuvendit, së paku 61 vota për. Ftoj përfaqësuesin e lëvizjes vendosje ta propozoj kandidatin për kryetar të kuvendit të Republikës së Kosovës. Të nderuar kolegë, propozimi ynë është padyshim i njëjti, është zonja Albulena Haxhiu dhe kjo është një drejtë e partisë fituese të cilën e kodifikon në mënyrë pozitive dhe shumë të qartë Kushtetuta e Republikës së Kosovës. Kështu që ju kisha lutur si kolegë, shumë prej juve me shumë mandate në Kuvendin e Republikës së Kosovës, që ta mbështetni këtë propozim, sepse vetëm kështu mendoj që nuk bëhemi pjesë e bllokimit të themelimit të institucioneve dhe të Kuvendit të Republikës së Kosovës. Ti thirrim arsyes të gjithë që ta votojmë e të shkojmë në faza të tjera të themelimit të institucioneve të Republikës së Kosovës. Faleminderit. Lus shërbimi të deputetëve që të verifikojnë numrin e deputetëve të pranishëm në sallë. Konfirmoj se numri të pranishëm është 112 dhe vazhdojmë me votimin. Lus deputetët që me ngritje dore të deklarohen për kandidatin e propozuar në rastin konkret për kryetar të kuvendit të deputetit zonjën Albulena Haxhiu. Kush është për? Kush është kundër? Kush abstenon? Në bazë të numërimit që ka bërë shërbimi i deputetëve, 57 vota janë për, 19 janë kundër, 3 abstenime, propozimi nuk ka lënë. Seanca
ndërpritet për 48 orë, atë shihemi të hanën në orën 15.